Alkimistët musliman, zbuluesit e shekujve të alkimisë. Në errësirën e mesjetës evropiane, kur dijet shkencore ishin të kufizuara dhe të mbështjella me paragjykime, në botën islame po ndodhte një revolucion i heshtur, por madhështor. Në laboratoret e Bagdatit, Damaskut, Kairos dhe Andaluzisë, dietarët musliman po vendosnin themelet e asaj që sot e njohim si kimi moderne. Ata quheshin alkimistët, por misioni i tyre ishte shumë më i madh se sa kërkimi i arit. Alkimia në islam nuk ishte thjesht magji apo supersticion. Ajo ishte një shkencë eksperimentale e ndërtuar mbi vëzhgim, prova dhe logjika. Alkimistët musliman kërkonin të kuptonin natyrën e materjes, strukturën e substancave dhe ligjet që i sundojnë ato. Për ta, studimi i botës fizike ishte një formë adhurimi, sepse Kurani i ftonte njerëzit të reflektojnë mbi krijimin. Një nga figurat më të shquara të alkimisë islame ishte Xhabir ibn Hayani. Xhabir ibn Hayyan, i njohur në perëndim si Geber. Ai konsiderohet gjithsesi si babai i kimisë. Xhabiri ishte i pari që futi metodën shkencore në alkimi, duke theksuar rëndësinë e eksperimentit dhe matjes së saktë. Ai përshkroi procese si distilimi, sublimimi, kristalizimi dhe filtrimi, teknika që përdoren ende sot. Xhabir ibn Hayani zbuloi dhe përshkroi substanca të rëndësishme si acidi sulfurik, acidi nitrik dhe uji mbretëror aqua regia, një përzierje që mund të tret arin. Këto zbulime ishin revolucionare dhe u përkthyen në latinisht shekuj më vonë, duke ndikuar drejt për drejt në zhvillimin e shkencës evropiane. Një tjetër alkimist i madh musliman ishte Al-Razi, Razes, mjek dhe kimist i shquar nga Persia. Ai ishte i pari që klasifikoi substancat në organike, inorganike dhe minerale. Duke krijuar një sistem shkencor të organizuar, Al-Razi përdori alkimin në shërbim të mjekësisë, duke zhvilluar pomada, alkol mjekësor dhe metoda sterilizimi. Al-Razi ishte gjithashtu kritik ndaj spekulimeve pa prova. Ai besonte se shkenca duhet të mbështetet në eksperiment dhe jo në supozime. Kjo qasje bën atë një nga figurat më moderne të kohës së tij. Në Andaluzinë islame, Al-Zahrawi dhe dietarë të tjerë përdorën njohuritë e alkimisë për të përmirësuar kirurgjinë dhe farmacinë. Ata zhvilluan instrumente, përzierje kimike dhe metoda për përgatitjen e barnave. Librat e tyre u përdorën në universitetet evropiane për qindra vjet. Një aspekt i rëndësishëm i alkimisë islame ishte dimensioni shpirtëror. Alkimistët musliman besonin se pastrimi i materjes ishte i lidhur me pastrimin e shpirtit. Ata nuk kërkonin pasuri, por dije dhe urtësi. Transformimi i metaleve ishte një simbol i transformimit të njeriut drejt moralit dhe besimit. Ndryshe nga mitet moderne, alkimistët musliman nuk ishin hileqar. Ata ishin shkencëtar, filozof dhe besimtar, që punonin me disiplinë dhe përkushtim. Shumë nga termat kimik që përdoren sot kanë origjinë arabe: alkol, alkimi, eliksiri, alkali, dëshmi e ndikimit të tyre të thellë. Fatkeqësisht kontributi i tyre u minimizua ose u harrua për shekuj me radhë. Librat e tyre u përkthyen, por emrat shpesh u latinizuan ose u fshin. Megjithatë, vërteta historike mbetet. Pa alkimistët musliman nuk do të kishte kimi moderne. Sot kur flasim për laboratore, eksperimente dhe metoda shkencore, duhet kujtojmë se rrënjët e tyre gjenden në botën islame. Alkimistët musliman ishin zbulues të shekujve, ura mes dijes së lashtë dhe shkencës së modernizmit. Ky dokumentar nuk është vetëm një rikthim në histori, por një thirrje për të njohur dhe vlerësuar trashëgiminë shkencore islame, një trashëgimi që vazhdon të ndriçojë botën edhe sot e asaj dite.